Në Kosovë, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut filluan sot largimin e murit në pjesën veriore të urës kryesore mbi lumin Ibër. Aksioni për largimin e murit pasoi një marrëveshje mes qeverisë së Kosovës dhe autoriteteve serbe në veri. Muri kishte nxitur debate dhe pakënaqësi të shumta për më shumë se 2 muaj dhe ishte pjesë e zhvillimeve që nxitën tensione të larta mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Autoritetet lokale të Mitrovicës Veriore filluan sot largimin e murit në pjesën veriore të urës kryesore mbi lumin Ibër, i cili që ngritur më shumë se 2 muaj në këtë pjesë të vendit. Vendimi u mor të shtunën në një mbledhje të jashtëzakonshme të kuvendit komunal në veri të Mitrovicës, pas marrëveshjes së arritur ndërmjet udhëheqjes qendrore të Kosovës dhe autoriteteve lokale të komunës në veri të Mitrovicës, lidhur me murin e ndërtuar prej shumë javësh. Marrëveshja u nënshua në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës ndërmjet ministrit të Kosovës për planifikim hapësinor Ferhat Shala dhe kryetarit të komunës Mitrovica e Veriut Goran Rakić. Nëpërmjet një komunikate, qeveria thotë se marrëveshja është arritur pas mesnatës. Gjatë ditëve të fundit dhe në lehtësimin e zyrës së Bashkimit Evropian si dhe të ambasadës së Shteteve të Bashkuara, palët të përbëra nga ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe kryetari i Mitrovicës së Veriut janë pajtuar që të zgjidhet çështja që e cila lidhet me ndërtimin e murit në Mitrovicën e Veriut. Sipas qeverisë, kjo zgjidhje do të ulë tensionet në veriun e Kosovës, do të ndihmojë lirinë e lëvizjes dhe do të krijojë një mjedis më të favorshëm për të gjithë qytetarët në veri dhe në jug të Mitrovicës. Ne jemi të vetëdijshëm që çështja ka shkaktuar paqartësi në periudha paraprake, por jemi kënaqur që të gjithë kemi pasur një qasje konstruktive në mënyrë që të përmbyllim këtë çështje në mënyrë të qëndrueshme, thuhet në komunikatën e qeverisë. Sipas një dokumenti të publikuar të qeverisë, thuhet se me 4 ose 5 shkurt duhet të rënohet objekti, më 5 shkurt duhet të bëhet largimi i strukturës ekzistuese, ndërsa ndërtimi i projektit të ri do të nisë më 7 shkurt. Çështja e murit kishte nxitur debate dhe pakënaqësi të shumta për më shumë se 2 muaj. Autoritetet dhe partitë politike në Kosovë ngritjen e këtij muri pa të cilësuar si një veprim që bien tesh me marrëveshjen për liri të lëvizjes në qytetin e ndarë në 2 pjesë, në veriun e banuar me shumicë serbe dhe jugun me shumicë shqiptare, ndërsa për rënimin e tij ishte miratuar edhe një rezolutë nga Parlamenti i Kosovës. Autoritetet lokale serbe në veriun e Mitrovicës vazhdimisht patën thënë se muri është pjesë e një projekti për ndërtimin e një shëtitore dhe se nuk synonte ndarje të qytetit. Marrëveshja për lëvizje të lirë që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian bëri të mundur që në gusht të vitit të kaluar të fillojnë punimet për zhbllokimin e urës. Bashkimi Evropian ka investuar 1.2 milion euro për revitalizimin e saj. Ura qendrore mbi lumin Ibër ishte mbajtur mbyllur nga serbët lokal që nga muaji korrik i vitit 2011 në shenjë kundërshtimin ndaj ndërhyrjes së forcave të posaçme të policisë së Kosovës për të vënë në kontroll vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës e Serbisë në veri. Ngritja e murit që u pasua nga arrestimi i ish-kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj në bazë të një urdhër arresti serb si dhe ndalimi i hyrjes në Kosovë të një treni nga Serbia me mbishkrime kundër pavarësisë së Kosovës, quan në tensione të larta ndërmjet të dyja palëve. Bashkimi Evropian organizoi 2 takime në nivelin më të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, por deri sot në mëngjes nuk shihen shenja të uljes së tensioneve me gjithë zotimet e të dyja palëve. Zhvillimet rreth murit mund të shënojnë një hap të ri në marrëdhëniet edhe ashtu të vështira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.